Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka konfirmuar edhe njëherë Albin Kurtin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 7 qershorit. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së zhvilluar këtë të shtunë, ku kreu i qeverisë në detyrë shfaqi ambicien për një mandat të ri mbas suksesit të partisë së tij në 2 procese zgjedhore gjatë vitit 2025. Në fjalën e tij para strukturave drejtuese të partisë, Kurti u ndal tek rritja e mbështetjes elektorale për vetëvendosjen, duke theksuar se rezultati i fundit zgjedhor, ku lëvizja vetëvendosje siguroi mbi 51% të votave, dëshmon sipas tij besimin në rritje të qytetarëve ndaj qeverisjes së tij. Ai deklaroi se objektivi i radhës i partisë është arritja e 60% të votave në zgjedhjet e qershorit. Prej shkurti deri në dhjetor të vitit të kaluar, u rritëm me 9%. Nëse kjo rritje vazhdon edhe deri në qershor, mund të prekim 60%. Me punë, sinqeritet dhe përkushtim, kjo është plotësisht e arritshme, u shpreh Kurti. Kryeministri në detyrë hodhi akuza ndaj opozitës për, siç tha ai, penkim të proceseve institucionale dhe krijim të bllokadave politike. Sipas tij, kundërshtarët politik nuk kanë mundur të sfidojnë vullnetin qytetar dhe për këtë arsye kanë zgjedhur të pengojnë funksionimin e shtetit. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se 22 subjekte politike dhe 3 koalicione janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, ndërsa 9 subjekte të tjera kanë hequr dorë nga kandidimi, si të vetme ashtu edhe në koalicione.